Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirek Silmeta. Mirëmbrëma të nderuar shikues, këto janë lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Kërkohet ekspertizë e tretë mjekoligjore për vdekjen e dyshim të Astrid Deharit. Thirrjet për paqe të presidentit Thaçi po vlerësohen të pakuptimta, iracionale dhe pa rezultate. Afrohen festat e fundvitit, familja Hajdari nuk i gëzohet në shtëpinë e tyre. Nesër votohet për raundin e dytë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të Drenasit. Prokuroria e Shtetit gjendet përballë dy raporteve, atyre të ekspertëve mjekoligjor shtetëror dhe ekspertëve të angazhuar nga familja në rastin e vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Njohës të çështjeve juridike vlerësojnë se në rrethana të tilla që gjendet prokuroria duhet të merren përballë që të dyja raportet. Madje kërkohet edhe një ekspertizë e tretë brenda ose jashtë vendit. Prokuroria e Shtetit duhet të marrë përballë raportin e ekspertëve të angazhuar nga familja e Astrid Deharit për vdekjen e tij, sipas të cilit raport thuhet se aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari ka vdekur në mënyrë të dhunshme. Kështu vlerëson Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke u bazuar në kodin e procedurës penale, sipas të cilit ligji obligon prokurorin që të vlerësojë dhe të shqyrtojë rrethanat. Miftara i shtoi se mira së mirës do të ishte për një ekspertizë tjetër, qoftë në Kosovë apo jashtë vendit. Ne besojmë që edhe në pas të ligjit aplikueshëm, prokurori i shtetit do ta marrë për bazë raportin e familjes Deharit, të përfaqësuesve të autorizuar nga kjo familje, në mënyrë që tinetin ta shqyrtoj dhe pastaj të vlerësoj rrethanat lidhur me rastin. Sigurisht duke marrë për bazë që kemi dy raporte të kundërta njëra me tjetrën, Kodi i procedurës penale parashet që prokurori i shtetit apo në këtë rast pala e dëmtuar me bë kërkesë për një super ekspertizë, e cila super ekspertizë mund të bëhet qoftë brenda Kosovës po edhe jashtë Kosovës, e cila në familje të mund të sqaronte shumë gjëra dhe të evitonte paqartësitë apo kërcëndet që ekzistojnë tani me dy raporte. Në anën tjetër, Tribuna Channel ka kontaktuar me kryeprokurorin e prokurorisë së Prizrenit Syl Hoxha. Ky i fundit pa dashur të komentojë më shumë raportin e publikuar nga ekspertët e angazhuar nga familja për vdekjen e Astridit. Ka thënë që kur të përfundojnë të gjitha hetimet, do të prononcohet. Deklaratat i kam dhënë dhe do t'i jap kur të kryen hetimet. Kur të kryejmë punën krejt në përfundim, kemi me u prononcu, ka thënë Hoxha shkurtimisht për televizionin përmes telefonit, pa dashur të tregoj se çfarë do të bëhet pas publikimit të raporteve të ekspertëve të pavarur. Por Miftare i pohon se në procese të tilla hetimore, çdo informat duhet të vlerësohet, e njëjtë sipas tij duhet të veprojë edhe kryeprokurori Hoxha, sepse ligji e detyron. Në një proces hetimor, pa marrë parasysh rastin konkret, çdo informat, çdo dëshmi, çdo provë e cila vjen nga kushdo qoftë, do të vlerësohet. Ligji e detyron prokurorin bazë ligjit nuk e ka për obligim vetëm në mënyrë që të hetojë dhe të ndjekë penalisht personat dhe të ngritë akt akuzë. Prokurori i shtetit ka për obligim që të sqarojë gjitha rrethanat. Përndryshe, gjatë ditës së djeshme, avokati angazhuar nga familja Dehari, Tom Gashi, kishte bërë të ditur se raporti i ekspertëve të angazhuar nga familja e Astridit flet për vdekje të dhunshme. Përfundimi logjik dhe juridik është se kemi të bëjmë me vrasje e jo me vetvrasje. Do të është demantuar krejtësisht ajo teoria e prokurorit Syl Hoxha se kinse në rastin konkret Astrid Dehari ka bërë vetvrasje. Raporti i tillë i është dërguar kryeprokurorit Syl Hoxha dhe prokurorit të çështjes dhe se do të kërkohet edhe hetimi pavarur ndërkombëtar në lidhje me rastin. Javën e ardhshme do të mbahet seancë plenare për të diskutuar rastin e vdekjes së Astrid Deharit në qendrën e paraburgimit në Prizren. Data e seancës nuk është caktuar akoma, por sipas kryeparlamentarit Kadri Veseli, një e tillë pritet të mbahet me 19 apo 20 dhjetor. Masa paraburgimit e cila në Kosovë është bërë e zakonshme të zgjatet shumë, po shihet mjaft shqetësuese nga njohësit e rrethanave të drejtësisë në vend.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se vazhdimisht e kanë shprehur këtë shqetësim, duke këshilluar kështu që edhe gjyqtarët lidhur me këtë aspekt. Ndër masat për sigurimin e të pandehurit në procedurën gjyqësore është edhe masa e paraburgimit, e cila në Kosovë është bërë e zakonshme të zgjatet shumë. Sipas avokatës Fehmie Gashi Bytyqi, këto paraburgime janë të pa baza, prandaj paraburgimet janë të gjata. Këto paraburgimet që ndodh në shumë raste që t'jenë të pa bazë ligjore, domethënë, është i detyruar që Këshilli Gjyqësor t'ju kompenzoj dëmin. Përkundër faktit edhe pse ju kompenzon dëmin qoftë në rrugë gjyqësore, qoftë me marrëveshje, po asnjë dëm, domethënë nuk ka mundësi reale që të kompenzohet një dëm kur një person privohet pa fajin e tij nga liria. Ndërsa Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se vazhdimisht e ka shprehur këtë shqetësim, duke këshilluar kështu edhe gjyqtarët lidhur me këtë aspekt. Në Instituti i Kosovës për Drejtësi vazhdimsi kemi shprehur një farë mënyrë shqetësimin lidhur me caktimin e masës paraburgimit e një masë të madhe nga gjyqtarët në rastet që kemi të bëjmë me çështje penale, sikurse kemi shprehur shqetësim po ashtu me një farë mënyrë se si prokurorët shumicën e rasteve nuk kërkojnë caktimin e masave alternative më të lehta. Prandaj gjyqtarët në këtë rast duhet që në çdo rast gjatë vlerësimit të kërkesave të prokurorëve të shqyrtojnë ato në mënyrë që pastaj gjatë vendosjes së këtyre masave të sigurohen të respektohen të drejtat dhe levitet të prandehurve në procedurë. Tribuna Channel ka provuar të kontaktojë me gjyqësorin e Kosovës dhe Ministrinë e Drejtësisë, por këta të fundit nuk kanë dashur të flasin me arsyetimin se kanë angazhime të shumta për fundvit. Ju njoftojmë se për shkak të angazhimeve të shumta për fundvit nuk mund të prononcohemi. Gjyqësori i Kosovës shpeshherë ka marrë kritika, madje edhe sugjerime për çështjen e paraburgimit nga OSBE-ja, e cila monitoron punën e gjykatave të Kosovës, nga se me ligj parashihet që personi i cili është në paraburgim duhet që të gjitha institucionet të marrin masa që sa më shpejt të përfundojë çështja penale. Thirrjet për përmirësim të fqinjesisë së mirë dhe paqes në mes Kosovës dhe Serbisë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, nga analistët nuk po shihet si ide që mund të ketë rezultate. Kjo për faktin se Serbia asnjëherë nuk ka dashur dhe nuk do paqe me Kosovën. Madje Kosova konsiderohet si pjesë e saj në Kushtetutën e Serbisë. 17 vite pas luftës, Kosova dhe Serbia ende kanë shumë punë për të bërë që të arrijë fqinësia e mirë mes dy vendeve. E për fqinësitë e mirë dhe paqe jo pak herë po bën thirrje edhe vetë presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Madje pak ditë më parë ai bëri thirrje të tilla edhe nga Hoxhi i Madh, ku përkujtoi viktimat e luftës. Ndërsa njohësit e rrethonave politike, këto thirrje për paqe po e quajnë të pakuptim, kur Serbia është ende agresore ndaj Kosovës dhe se Serbia mban ende Kosovën si pjesë të saj në kushtetutë. Azem Vlasi, njohësi çështjeve politike, thirrjet e presidentit Thaçi po i sheh në funksion të pajtimit me serbët e Kosovës dhe jo në funksion të tolerimit të Serbisë. Zoti Thaçi ti shoh në atë funksion dhe jo në funksion të tolerimit të asaj çka ka bërë Serbia si shtet ndaj Kosovës. Vlasi me tutje thotë se në raportet me Serbinë, e cila punon vazhdimisht kundër Kosovës, vendi ynë duhet të jetë dinjitoz dhe parimor. Raportet me Serbi, i cila me komme me dur, sot e kësaj dite, ku është punon kundër Kosovës, Serbia as ka kërku falje, as nuk tregon as një shenjë pendimi për ato çka i ka bo Kosovës dhe shqiptarëve. Shteti i Serbisë, ajo një temë tjetër dhe karshi Serbisë duhet mojmë një qëndrim dinjitoz, parimor. Ndërsa Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, i shuan të pakuptimta dhe iracionale këto thirrje, madje sipas tij nuk do të ketë rezultate të prekshme. E pakuptimt edhe do të thosha iracionale dhe nuk mendoj që do të sjellë ndonjë rezultat prekshëm pozitiv përpjekja e presidentit që në emër të unitetit ose krijimit të një atmosfere uniteti në mes qytetarëve të Kosovës pa dallim të bëj vizita të tilla. Unë mendoj se ato vizita janë të hershme për arsye se nuk ka ndodhur pajtimi mes të shqiptarëve dhe serbëve. Baraliu thotë se Serbia nuk është treguar se don të ketë paqe me Kosovën dhe nuk don bisedime paqësore, por duke luftuar zhvillimin e Kosovës. Serbia nuk asnjëherë nuk dëshiron që të bëjë dialog
të sinqert, të paqes për Kosovën dhe të bëj paqe me Kosovën, por ka qëllime jashtëzakonisht morbide, të cilat i ka treguar vazhdimisht dhe po i tregon edhe me rastin e UNESCO-s edhe me rastet. Për normalizimin e marrëdhënieve ishte pikniqja e bisedimeve Kosovë-Serbi në Bruksel, por sipas analizëve këto bisedime janë kthyer puro politike. Ndërmjetësuesi i njohur ndërkombëtarisht për paqe Marti Ahtisaari thotë se është domosdoshme që marrëveshja në nënshkruar të zbatohet edhe për këtë arsye. Procesi i zbatimit kërkon që të kryhet nga njerëz kompetent. Parametrat e së vërtetës dhe të pajtimit janë shumë të rëndësishme për të arritur paqen e vërtet dhe duhet të jetë në qendër të çdo procesi të negociatave, është shprehur ai. Këto komente Ahtisaari ka bërë në një intervistë për gazetën amerikane Huffington Post, me të cilën ka folur edhe për udhëheqjen e procesit që do të sqaronte statusin e Kosovës. Kosova konsiderohet lider rajonal në luftimin e terrorizmit, duke u bazuar edhe në numrin e njerëzve të dënuar deri më tani. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Kosova po konsiderohet lider rajonal në luftimin e terrorizmit, e dikush po konsideron si pjesën më të ndritshme në sistemin e drejtësisë. Kosova ka shënuar sukses të madh deri më tani në luftimin e terrorizmit, duke u bazuar ndër të tjera edhe në numrin e njerëzve të arrestuar për këtë gjë. Sipas zëvendës ministrit të punëve të brendshme Valdet Hoxha, Kosova në këtë aspekt është në një stad shumë të zhvilluar, madje edhe lider rajonal. Kosova ka një angazhim serioz në këtë drejtim, duke filluar prej krijimit të kornizës ligjore, pastaj edhe infrastrukturës, si asaj fizike, por edhe ngritjen e kapaciteteve të mekanizmave të sigurisë në luftë ndaj terrorizmit. Dhe në këtë kontekst, tashmë Kosova është pjesë edhe koalicionit global kundër terrorizmit, dhe ky koalicion, ky bashkëpunim, ky ndërveprim i ka dhënë dhe rezultate e pritshme në luftë në radhë të parë për parandalimin e ekstremizmit dhunshëm dhe terrorizmit, pastaj edhe në luftë kundër vetë akteve terroriste. Ndërsa sipas Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, terrorizmi konsiderohet pjesa më e ndritshme në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Terrorizmi mund të konsiderohet si ndoshta pjesa më e ndritshme e sistemit të drejtësisë në Kosovë, nëse marrëm përpas numrin e madh të personave që janë akuzuar dhe për të cilat kemi gjykime dënuese. Këtë e ka reflektuar edhe vetë raporti progresit të Komisionit Evropian për vitin 2016, se në farë mënyrë i jep mbështetje Kosovës për punën që ka vënë, rezultatet që ka arritur në këtë fushë. Ministria e Punëve të Brendshme përveç infrastrukturës ligjore ka pasuar edhe me nxjerrjen e akteve nënligjore dhe ndërtimin e 2 strategjive kyçe në luftimin e terrorizmit dhe në këtë kontekst, posaçërisht pas zhvillimeve të fundit globale dhe sulmeve të ndryshme në botë, as Kosova nuk ka kaluar pa e futur në vëmendje këtë valë të sulmeve të ndryshme terroriste. Familja 6 antarësh e Hajdarin nga komuna Drenasit, shkaku i kushteve të vështira është duke u shpërngulur nga shtëpia atyre. Dikush po merret me rinovimin e shtëpisë, por zor se do të jetë e gatshme për festat e fundvitit. Kryefamiljari thotë se ka nevojë edhe për mbështetje financiare. Sokol Hajdari, 60 vjeçar, ka shpërngulur familjen nga shtëpia ku jetonin për shkak të kushteve të vështira. E vetmja streje e kryefamiljarit është mbështetja te njerëzit vullnetmirë. Ndonë në moshë të shtyër, ai shpreh dëshirën të punoj për të mbajtur familjen e tij, 6 antarësh të cilët jetojnë pa social. Po të bëj me gjithë punë private, punoj, atë këtë, sa me jetu, me vajzëni. Me njërë po, shumë jam në kushte të vështira. Unë me gjithë punë, me pas punë, unë e prej gjithë të natë prej, alon. E për në ndërëja Allah, që ima të kam shmisë janë. Mirë për jam 60 vjeqarë, mirë për s'pa ka punë rregullisht. I falenderoj të dashamirë që Mirë, po këtë të fundit e ka gëzuar një kompani e ndërtimit në Drena, se cila ka filluar që disa ditë me rinovimin e murve dhe vërdjen e dritareve të reja.
Megjithatë, ai ka nevojë për ndihmë që të hyjë në të para se kohët e vështira të dimrit ta zë pa shtëpi. Mirë, po ka mazore nevojë për një ndihmë, për ushqim, për veshë, mbosje. Më jam shkuj në shkollë. Nuk kanë. Me shka me shkuë. S'mos në gjë. Nuk po mëj me arritë. Me 50 kg milo, 2 litra vaj, kiu kepe që shluberonë. Sokol Hajdari jeton në komunën e Drenasit në fshatin Shtrubullov. Për të ndihmuar atë mund të kontaktoni në numrat e telefonit 044 408 646. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka marrë sot pjesë në zbulimin e bustit të heroit Habib Zogaj, i njohur me novkën Arbi në Malishev. Paraqindra të pranishmëve në palestrën e qytetit të Malishevës që mban emrin e heroit Habib Zogaj, kryeparlamentari Veseli tha se fal veprës sublime të dëshmorëve të kombit, Kosova sot merr frym lirshëm dhe po ndërtohet e zhvillohet si shtet i pavarur dhe sovran. Pas ceremonisë organizuar në palestrën e sporteve, kryeparlamentari Veseli i shoqëruar nga nëna e heroit dhe familjarët e tij, zbuluan bustin dhe vendosën lule pranë tij. Drenasi për herë të parë pas luftës do të mbajë balotazhin për të zgjedhur kryetarin e saj. Qytetarët e Drenasit nesër do të mësojnë kutive të votimit për të zgjedhur në mes Ramiz Ladrovcit nga PDK dhe Isa Xhamajlaj nga Nisma për Kosovën. KQZ dhe Kuinti kanë uruar zgjedhje demokratike dhe transparente. Qytetarët e Drenasit nesër në mëngjes do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur udhëheqësin e tyre këtë mandat. E kjo është hera parë pas luftës që Drenasi do të mbajë ballotazhin për të zgjedhur të parin e kësaj komune. Zgjidhja e qytetarëve do të jetë në mes të dy kandidatëve që në raundin e parë shkuan në balotazh, në mes Partisë Demokratike me kandidat Ramiz Ladrovci dhe Nisma për Kosovën me kandidat Isa Xhamajlaj. Nesër ata do të vendosin se kujt i besojnë për këto ndryshime që po pretendojnë të sjellin në komunë me marrjen e timonit. KQZ është angazhuar për një proces demokratik dhe të pavarur në këtë komunë, duke uruar që dhe në procesin zgjedhor në balotazh të shkojë njësoj si raundi i parë i zgjedhjeve. Ata kanë bërë të ditur se mbinjemi i vëzhgues vendor dhe të huaj do të përcjellin të gjithë procesin. Dhe në bazë të dhënave të fundit, gjatë ditës së hejtë kemi akredituar një grup vëzhguesish, nëse nuk gabon numri 52, ndërka gjatë ditës sot me premte, numri vëzhguesve është dikun më shumë se 100 gjatë kësaj dite, në procesin zgjedhor që do ta vëzhgojnë ditën e diele do të jenë dikun pak më shumë se 1000 vëzhgues. Përmes një njoftimi për media dhe ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe SBA-ve shpresojnë se procesi zgjedhor në raundin e balotazhit të jetë i lirë, i drejtë dhe transparent. Sipas tyre, këto zgjedhje janë një mundësi për të treguar edhe më shumë për kushtimin ndaj zhvillimit demokratik në Kosovë. Edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, në prag të zgjedhjeve që do të mbahen nesër në Drenas, ka ftuar edhe një herë në monitorim të këtij procesi nga afër. Demokracia në veprim ju bën thirrje të gjithë qytetarëve të Drenasit me të drejtë vote, që të ushtrojnë të drejtën e tyre. Përmes një njoftimi për media, ata tregojnë se kanë bërë të gjitha përgatitjet për vëzhgimin e raundit të dytë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit. Koalicioni i organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në veprim ka njoftuar se ka bërë të gjitha përgatitjet për vëzhgimin e raundit të dytë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit, të cilat do të mbahen këtë të diel. Sipas DNV-s, në këtë raund janë akredituar rreth 34 vëzhgues shtesë, të cilët do të jenë të pranishëm në ditën e zgjedhjeve në cilësinë e vëzhguesve. DNV do të mbuloj me vëzhgues statik të gjitha vendvotimet, 72 sa janë gjithsej në 28 qendra të votimit, ndërsa 5 ekipe lëvizëse do të përkujdesen për të përcjellë situatën jashtë qendrave të votimit. Qendra koordinuese dhe ajo për medje do të jenë në Drenas.
DNV ka vëzhguar edhe fushatën zgjedhore të 2 kandidatëve, e cila zyrtarisht ka filluar më 12 dhjetor dhe ka zgjatur deri më 16 dhjetor. Sipas tyre, në përgjithësi fushata është cilësuar si e qetë dhe nuk janë regjistruar incidente serioze. DNV i u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Drenasit me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre, ndërsa nga kandidatët dhe simpatizantët e tyre kërkojnë që të kontribuojnë në një atmosferë sa më të mirë zgjedhore. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka mbajtur një tobim mos pajtues për gjendje në Kosovë, ku ishin të pranishëm qindra qytetarë dhe simpatizantë që i bashkoheshin kësaj kauze. Haradinaj ka drejtuar një varg kritikash mbi qeverinë duke thënë se tashmë është koha për të ndryshuar. Një video mesazh që sqaron ngecjet në Republikën e Kosovës ka nisur takimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me përkrasit dhe strukturat e kësaj partie. Përmes kësaj video tha se viktimat e para të mashtrimit të qeverisë ishin 100.000 qytetarët që braktisën vendin. Më pas u rikujtuan deklaratat e ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović, i cili kishte thënë se nënat e Gjakovës janë egërsira. Dhe gjithashtu u proklamuan shumë ngecje të tjera të kësaj qeverie. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se Kosova dhe qytetarët e saj vazhdojnë të mbeten më të izoluarit në Evropë. Sipas tij, udhëhecit vazhdojnë të mashtrojnë qytetarët me liberalizim të vizave, por Evropa nuk e pranon Kosovën me nivelin e tanishëm të rendit dhe ligjit. Kosova vazhdon të mbetë veni më i izoluar në rajon e në Evropë, e ne qytetarët e Kosovës vazhdojmë të mbetë qytetarët më të izoluar në botë. Pushtetarë, ata që kanë kapë shtetin, mashtruesit, që edhe i pamë, vazhdojnë me mashtruhe për liberalizimin e vizave, herë duke e shfaqsu vetën, e herë duke faqsu tjerën. Por, e vërteta është që Europa nuk na pranon kështu me këtë gjendje në rend dhe ligjit. Nuk na i hap dyert ne Kosovës me këtë shkallë të krimit e të korrupsionit në institucione. Janë 10 zyrtarë shtetërorë, gjitha niveleve që i ndjek ligji për krim e korrupsion, po që kur qysh s'po e marrin dënimin e merituar. Ka dhe plot tjerë që nuk i ka për radari i ligjit, edhe pse janë të shytur deri në fytyrë. Haradinaj theksoi se ka ardhur koha të veprohet sipas ligjit dhe të zbatohet në mënyrë të njëjtë për të gjithë, të ketë një zyre nacionale të hetimit, të ketë një gjykatë të auditimit, pavarësisht asaj që sipas tij udhëhecët e vendit po e vështirësojnë jetën e dinjitetshme të qytetarëve të saj. Haradinaj ka thënë se nuk është e vërtetë që Kosova nuk ka para të mjaftueshme, përkundrazi, arsyeja e gjendjes së tanishme sipas tij është që pushtetarët kanë kapur shtetin dhe po e varfrojnë qytetarin. Ka ardhur koha që të veprohet me ligj për të gjithë. Ka ardhur koha që të kemi edhe Byron Nacionale të hetimit. Ka ardhur koha që të kemi gjykatën e auditimit. Ka ardhur koha që të vendoset ligji gjitha sferat e jetës. Veç tjera është Haradinaj si garantues për zhvillimin e vendit e ka cilësuar planin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe strategjit afatgjate të tyre për vitet 2017-2027. Ai tha se mënyra e vetme fuqizimit të Republikës së Kosovës është duke zhvilluar vendin dhe duke përfunduar punët e papërfunduara apo të kryera keq. Kosova duhet të bëjë hapa drejt integrimit NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka përfunduar Haradinaj. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka lansuar sot raportin e lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve. Nga ky raport u konkludua se pozita e gazetarëve është përkeqësuar ndër vite. Ata ballafaqohen me sulme, kërcënime dhe kushte të rënda ekonomike. Gazetarët kanë qenë viktima të dhunës në një numër të konsiderueshëm të rasteve vetëm gjatë vitit 2015 dhe 2016. Përveç kësaj, ata janë përballur dhe përballen çdo ditë me sfida të jashtëzakonshme në qëllimin e tyre për të informuar drejt publikun. Ky është një prej shumë konkludimeve që janë nxjerrur nga raporti i lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve të publikuar sot. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Shkelqim Hysenaj, ka ngritur dhunën ndaj gazetarëve si një ndër problemet kryesore të tyre.
Gjatë vitit 2015 dhe vitit 2016 ka pas shumë raste kur gazetarët kanë qenë viktima të dhunës. Gazetarët janë përballë me probleme sa i përket çastit në dokumente publike, si dhe ka pas ngecje punës të institucioneve në raport me rastet e gazetarëve që potencialisht mund t'i kenë pasur në gjykatë. Ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe asociacionit gazetarëve që të identifikojë këto raste, që t'i gjej të dhënat se ku janë këto procese, çfarë ka bërë prokuroria dhe çfarë kanë bërë gjykatat për të jetuar dhe për të parë se çfarë ka ndodhur në realitet. Antari i këtij asociacioni dhe hulumtuesi Petri Çollaku tha se hulumtimi është bazuar tek legjislacioni vendor për sa i përket mediave, pozicionin e gazetarëve në redaksi dhe një analizë bazuar në shumë statistika lidhur me sigurinë e gazetarëve. Një gjë që gazetarët theksojnë shpesh është se pozita ekonomike e gazetarëve është përkesuar ndër vite. Jenë pa kontrata, në komunitetin e gazetarëve qarkullon edhe një thënie që thujnë jena mrena disa rroga, gazetarët që janë diku me 7-8 rroga që pronarët i kanë borxh ndaj gazetarëve, dhe ata janë në një gjendje të pasigurt. Sipas tij, gazetarët punojnë jashtë orarit dhe nuk kompensohen dhe gjysma e gazetarëve të anketuar kanë thënë se pozita e tyre ekonomike është përkeqësuar ndër vite. Në këtë konferencë është bërë publike edhe një platformë e cila ju mundson gazetarëve të raportojnë për kërcënimet, sulmet apo çfarëdo problemi që kanë në vendin e tyre të punës. Sipas raportit, ligji për qasje në dokumentat publike vazhdon të jetë ligji që nuk respektohet nga institucionet shtetërore. Sipas anketës, 78% të gazetarëve kanë theksuar se institucionet shtetërore kanë refuzuar t'u japin qasje atyre në dokumentet publike të nevojshme për raportimin e tyre. Raporti rekomandon partitë politike që të heqin dorë nga ushtrimi i ndikimit në transmetuesin publik. AGK rekomandon po ashtu që Kuvendi i Kosovës duhet të gjejë një zgjidhje të duhur financiare për RTK-n. Në vazhdim ju njohim me lajme të ndërkombëtare të përfshira në blog. Një marrëveshje e re është arritur për vazhdimin e evakuimit të ndaluar të civilëve dhe rebelëve nga Alepo lindore. Një zyrtar nga rebelët siriani ka thënë televizionit Al Arabia me 17 dhjetor. Duke folur nga Alepo, Al Faruk Abu ka thënë se marrëveshja përfshin evakuimin edhe nga fshatrat shite që kontrollohen nga kryengritësit. Ai ka thënë se do të bëhet evakuimi dhe i personave të lënduar nga 2 qytetet që mbahen të rrethuara nga forcat pro-qeveritare në afërsitë e kufirit me Libanin dhe evakuimin e plot nga Alepo lindore. Agjencia Lajmeve Reuters gjithashtu e ka cituar një burim qeveritar sirian, i cili në kushte anonime ka thënë se është arritur marrëveshje për vazhdimin e evakuimit. Mëngjesin e 17 dhjetori, televizioni shtetëror sirian ka thënë se evakuimi ende është i pezulluar, ndërsa rebelët lejojnë banorët e 2 fshatrave shite të largohen për të zonat që kontrollohen nga qeveria. Grupi opozitar sirian me selinë e Britanive Zhgusi sirian për të drejtat e njeriut, gjithashtu ka thënë se evakuimi rreth 4.000 njerëzve nga këto fshatra mund të fillojë sot. Evakuimi i Alepos ishte pezulluar dje një ditë pasi kishte filluar si pasojë e akuzave kundër akuzave nga palët se kush e ka shkelur anë pushimin. Mira janë evakuar para se procesi të ndalej. Ushtria turke ka njoftuar se 13 persona janë vrarë dhe 48 të tjerë janë plagosur gjatë një shpërthimi të një veture bombë që ka pasur cak një autobus i cili barte personel ushtarak në qendër të qytetit Kayseri me 17 dhjetor. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se organizata është shpallur e jashtëligjshme. Partia e punëtorëve të Kurdistanit është përgjegjëse për sulmin e sotëm me bombë në qendër të qytetit Kayseri. Përmes një komunikate dërguar mediave me 17 dhjetor, Erdogan ka thënë se organizata terroriste separatiste është përgjegjëse për sulmin mbi autobusin i cili barte ushtar që nuk ishin në detyrë. Shpërthimi në këtë qytet ndodhi një javë pasi 44 persona janë vrarë në 2 sulme në Stamboll, përgjegjësinë të cilët e kanë marrë militantët kurd. Turqia është përballur me sulme vdekjeprurse me bomba gjatë tërë vitit 2016. Shpërthime këto që kanë marrë jetën e 10 njerëzve. Për këto sulme fajin e kanë marrë edhe militantët kurd dhe pjesëtarët e grupit Shteti Islamik.
Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Pas pak nga ora 20 do të mund të ndiqni emisionin sportiv Arena. Natën e mirë.